me të vërtet ju ndrohet jeta dhe ju kthehet vetvetja që e kanë pas para Hashimoto's. Shumë e vërtet, ata që vuajnë nga Hashimoto e dinë që shpesh në pasqyrë shikon edhe të merr malli për veten tënde, për energjinë tënde, për flokët që i përmende, për metabolizmin e shpejt, për menaxhimin e peshës, që unë e shoh, domethënë që në peshore, kur më vinë në kontrolla të rregullta, e shoh kur e bëj fotobiomodulimin në lëkurën e tyre, domethënë ndron ajo bëhet më e njohur, nuk është e thot qysh ka qenë, mirë po e shoh edhe në disponimin e tyre. Janë ma happy, janë ma të lumtun edhe e ndinë vetën ma dobishëm qysh kanë qenë dikur. Nuk e kanë atë lodhjen e vazhdueshme që vetë domethënë pacienti e thotë. Po analizat kreti ko mira, unë e masdite nuk jam vetvetja. Nuk po muj mo me vazhdu. Nuk po muj me funksionu. Kjo e stabilizon këtë. Dhe kombinimi i krejt këtyre, dhe për këtë edhe është me rëndësi që fotobiomodulimi me u bo prej endokrinologut, që i kombinon të gjitha këto, bën që me të vërtet këto vitet që jam të e zbatu, bën që ata me u kthy në vetvetja.